Deputetja e Partisë Socialiste në qarkun e Shkodrës, Mariana Koçeku, ka njoftuar se nuk do të jetë më pjesë e grupit parlamentar socialist, duke deklaruar se do të ushtrojë mandatin si deputete e pavarur. Përmes një reagimi publik, deputetja bëri të ditur se do të ushtronte mandatin e saj si e pavarur, duke theksuar se orientimi i saj politik dhe publik do të vijojë të mbështetet tek bindjet dhe parimet që kanë ndjekur ndër vite. Prej sot jam deputete e pavarur. Idealet e vlerat e mia janë ato që i kam pas e i kam shpreh qysh para se me asociu në një parti. Ato mi definojnë kufit. Shkruan Koçeku, lëvizja e saj vjen vetëm 9 muaj pas hyrjes në kuvend, ku siguroi mandatin si pjesë e listës së mbyllur të socialistëve në qarkun e Shkodrës. E konsideruar si një nga figurat e reja të promovuara nga kryeministri Edi Rama, Koçeku kishte tërhequr vëmendje që në fillim të angazhimit të saj politik, duke u paraqitur si një përfaqësuese brezit të ri në politik. Megjithse nuk ka dhënë shpjegime të plota mbi arsyet e largimit nga grupi parlamentar, mesazhi i saj publik lë të kuptohet se vendimi i saj lidhet me mospërputhje në nivel parimesh dhe qëndrimesh. Ky zhvillim ndodh në një periudhë të ndjeshme politike, teksa qeveria përballet prej ditëshme protesta qytetare dhe kërkesa për ndryshime në drejtimin e vendit. Deri më tani nuk ka patur reagime zyrtare nga drejtuesit e Partisë Socialiste. Sipas raportimeve, çështja është diskutuar edhe në mbledhjen e grupit parlamentar, ku drejtuesit socialistë janë shprehur se nuk kishin informacione paraprake për vendimin e deputetes. Mësohet se janë bërë përpjekje për të kontaktuar Koçekun me qëllim sqarimin e motiveve të largimit, ndërsa përfaqësuesit e mazhorancës kanë zgjedhur të shmangin komentet publike deri në një komunikim të drejtë për drejtë me të. Largimi i deputetes nga grupi parlamentar socialist pritet të sjellë zhvillime të reja politike, ndërsa mbetet për tu parë nëse ajo do të mbajë një profil të pavarur apo do të pozicionohet ndryshe në të ardhmen.